Këngëtari i njohur Shpat Kasapi ka konfirmuar ndarjen nga bashkëshortja e tij, Silvia Yao, duke lënë të nënkuptohet se është ai shkaktari i fundit të martesës. Këngëtari ka bërë një postim në Instagram ku i jep mesazhin që mos gabon me gruan, se të fal, të lën, duke treguar kështu një gabim të tij, i cili ka sjellë ndarjen mes tyre. Kriju disiplinë, ushqeu mirë, ushtro dhe mos gabon me gruan, se të fal, të lën, shprehet Shpat Kasapi duke e shoqëruar me një emoj zemre të thyer. Nga ana tjetër, jo më larg se 2 ditë më parë ishte Silvie, që me anë të një postimi në Instagram njoftoi ndjekësit se po largohet nga Tirana, qytet me të cilin tashmë e lidhin kujtime të thella personale. Më në fund po largohem, por zemra ime do të mbaj gjithmonë një cepës nga ky qytet, shkroi Silvia në një Insta story. Ajo shton se në çdo cep të kryeqytetit ka lënë pjesë të shpirtit të saj, një grua që, siç thot ajo, luftoi, qeshi, u rrëzua dhe u ngrit për veten dhe për djalin e saj, ndërsa në postim nuk përmend në asnjë rresht Shpat Kasapin. Make-up artistja nga Gostivari lë të nënkuptohet se do të largohet nga Tirana vetëm me të birin, Rohelin. Prej disa javësh fansat kishin vënë në re se çifti nuk ndiqej më në rrjetet sociale, ndërsa Silvia një muaj më parë kishte ndarë një tjetër postim ku fliste për një periudhë të vështirë që po kalonte në jetën e saj. Mos më thoni më, nuk kam kohë apo nuk kam motivim, sepse nuk e dini sa shumë do t'ju ndryshoj jeta, kishte shkruar ajo më herët duke shtuar edhe më shumë dyshimet për një ndarje të mundshme. Tashmë me konfirmimin e saj publik bëhet e qartë se rrugët e Silvies dhe Shpatit janë ndarë, edhe pse ndarja nuk është shoqëruar me deklarata zyrtare nga këngëtari. Postimi i Silvies flet qartë për një mbyllje të një kapitulli të rëndësishëm në jetën e tyre. Kujtojnë që çifti braktisën Shkupin për të zhvendosur më pas në Tiranë, më shumë se një vit më parë. Këtu në Tiranë do të hap dhe një lokal, jam duke u përgatitur, jam duke ardhur si biznesmen. Kohët e fundit 5-10 njihemi si një këngëtar te pop folku, 15 vite po bëj që kam lënë diskun. Para pandemisë kemi bërë jetë të shturur, kemi kënduar deri në orën 3-4 të mëngjesit, ajo është muzika në fakt, ju të këndosh në orën 9-10 të darkës. Vendosa të bëj një jetë më ndryshe se ajo në Shkup, ti kem gjërat më afër, mendova për djalin, kopshtet janë më të mira, gjua është e pastër, megjithatë Shkupin e dua fort se atje jam rritur, por Tirana është tjetër gjë, shpreh Shpat Kasapi në një intervistë. Ndërsa Silvia Yao, e cila komunikon me ndjekësit nëpërmjet rrjeteve sociale, ka bërë një rrëfim prekës muaj më parë teksa ka zbuluar djalë se djali i tyre Roeli sot do të ishte me motor ose vëlla. Ajo ka treguar se ishte në pritje të binjakëve, por e humbi njërin nga fëmijët dhe ju është dashur të luftojë për të shpëtuar Roelin. Silvia Yao rrëfeu se medikamentet e marrë gjatë shtatzanisi ka shkaktuar pasoja në shëndetin e saj, dhe nuk e merr dot guximin që të bëjë fëmijë tjetër.